Një ekspozit me fotografi, video dhe instalacione është organizuar nga Qendra Muzeore në Durrës, e cila ka sjellë një pjesë të arkivit të mjeshtrit të fotografisë durrësake Esat Hafizi. Mbrëmjen e 26 marsit në Galerinë e Qendrës Kulturore të Fëmijëve është organizuar ngjarja kulturore pushtuar mjeshtrit të fotografisë, e cila ka mbledhur miq të afërm, drejtues të institucioneve të kulturës, të rinj e të reja. Në bashkëpunim me Kaza Muzeo, kuratore Antigoni Suli Gjergji dhe Kiti Hafizi, bën të mundur të sjellin për pjesëmarrësit ekspozitën e titulluar Artizani i Dritës, gjurmë në kohë përmes lentes së Esat Hafizit. Ekspozita solli fotografi, video, instalacione, por dhe prezantimin e artit të çmuar të mjeshtrit Hafizi. Drejtori i Qendrës Muzeore Alban Ramohito foli përpara pjesëmarrësve rreth rëndësisë që kanë këto aktivitete kulturore, veçanërisht për të rinjt. Ne kemi kënaqësi sot të ftojmë në këtë aktivitet, të cilin kemi organizuar me Antigonin dhe me Kitin, po dhe me Artin sigurisht, për një personalitet i cili ka dhënë shumë qytetit tonë, dhe ne nuk është aktiviteti i parë që bëjmë, për i vërtetës, kemi bërë aktivitete të tjera dhe shpresojmë që ta vazhdojmë këtë pjesën e trashëgimisë dhe të historisë të treguarit të shumë fotografëve të tjerë, po jo vetëm fotografëve, por dhe artistëve të tjerë, të cilët kanë punuar në qytetin tonë dhe kanë dhënë kaq shumë për trashëgimin e qytetit tonë dhe për t'i kujtuar edhe një herë ata. Ndërsa kuratore Antigoni Suli Gjergji, specialiste pranë Qendrës Muzeore Durrës, theksoi rëndësinë që ka figura e Esat Hafizit në mjeshtërinë e artit të fotografisë. Ka një sër arsyesh që ne kemi organizuar këtë ekspozitë. Është rreth parë misioni ynë për të promovuar trashëgimin kulturore dhe në fakt në këtë gjerdani, në këtë plejadën e njerëzve që kanë dhënë kontribut të çmuar për trashëgimin kulturor të Durrësit. Kjo ngjarje kulturore nxori në pa vlerat e historisë dhe trashëgimisë kulturore qytetare të një prej emrave më të njohur të artit të fotografisë në qytet, por dhe më gjerë. Me synimin jo vetëm për të promovuar punën e të atit, por dhe ruajtjen e traditës në familje, plot pasion dhe përkushtim, vajza e tij, një shembull për të rinjt, për të çuar përpara trashëgimin kulturore, Kiti Hafizi ka bërë gjithçka për realizimin e kësaj ekspozite. Natyrën detajiste që ai kishte, që në fillimet e tij, një pasion që ka filluar nga një